Hani një vezë në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Vezët janë shumë të pasura me lëndë ushqyese dhe shumë të dobishme për shëndetin tonë, të gjithë përdorshme dhe të shijshme. Vezët janë gjërësisht pjesë e regjimeve tona ushqimore, por nëse më pari kishit nënvlerësuar në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet të shtoni vezët në dietën tuaj dhe ndikimin e tyre në mbrojtjen e shëndetit në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vezët mbartin në vlera të larta ushqyese, çka do të sjellin një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Vezët janë të pasura veçanërisht me lëndë ushqyese, ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminës A, B2, B12, B5 dhe vitaminës C, por edhe i fosforit dhe selenit. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit tuaj. Ato janë thelbësore për të forcuar sistemin tuaj imunitar dhe për të mbajtur larg kështu komplikacionet e tij. Disa studime kanë treguar se personat që konsumojnë të paktën 7 kokra vezë çdo javë kanë më pak gjasa të preken nga problemet e gjirit. Vezët janë të mira kështu për shëndetin tuaj të syve dhe si të tilla duhet të konsumohen në përditshmërinë e recetave tuaja. Luteina dhe zeakanthina, të cilat gjendet te vezët, janë të rëndësishme për të parandaluar degenerimin makular dhe kataraktën. Vezët janë veçanërisht të rëndësishme me këto lëndë ushqyese mund të luajnë një rol të mirë ushqyes për shëndetin e syve. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Vezët përmbajnë paksa yndyrna dhe kolesterol, por gjithashtu përmbajnë edhe kolin. Shumë e rëndësishme kjo për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurisht, konsumi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar ushqyese për shëndetin tuaj të zemrës. Vezët janë të mira kundër problemeve të kolesterolit. Megjithse vezët përmbajnë kolesterol, ato tentojnë të mos rrisin kolesterolin e keq, por rrisin kolesterolin e mirë, i cili është gjithashtu thelbësor edhe për grumbullimin e lëndëve ushqyese në shëndet. Vezët janë të mira për shëndetin tuaj të muskujve dhe si të tilla do të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja ditore. Vezët janë një nga burimet kryesore ushqyese të niveleve të larta të proteinave, të cilat janë gjithashtu shumë të rëndësishme në ndërtimin e muskujve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të shtoni vezët në vaktet tuaja ditore, sigurohuni të konsumoni ato në zgjedhjen e duhur ushqyese dhe të ndërmerrni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Sigurisht, kombinimi i vezëve në vaktet tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira me vlera të larta për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një ushqyerie të shëndetshme dhe një mëngjes i të shijshëm plot me vlera ushqyese. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve të zira është sigurisht përgatitja e saj në këtë formë, siç është zirja e tyre. Por cilat janë vlerat e vezës së zirë dhe çfarë ndodh organizmit kur shtoni vezët e zira në vaktet tuaja ditore? Njihuni me përfitimet e vezës së zirë ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zirja konsiderohet gjithashtu mënyra më e mirë në gatimin e saj, sepse yndyrnat nuk përdoren në të dhe gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hapë gjithashtu edhe një dietë më të pasur ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe duhet i keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja. Ato do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira. Vezët e zira nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e niveleve të duhura të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin edhe riskun e problemeve të sëmundjeve të zemrës. Këto yndyrna të shëndetshme që gjenden te veza ndikojnë gjithashtu në përmirësimin e insulinës e përrjedhoj edhe të niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Shtimi i vezëve të zira
në vaktet tuaja ditore do të ofrojë nivele shumë të mira të proteinave cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për protein për të forcuar muskujt dhe mbi të gjitha, proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave, të lehtësoni komplikacionet e tyre dhe të ndërtoni gjithashtu një shëndet më të mirë të organizmit. Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë për t'i ofruar trupit tuaj të gjitha elementet e tyre ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët janë të mira për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është gjithashtu thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit edhe në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe gjithashtu do të ulë riskun e problemeve të kataraktës. Ekspertët e Healthline shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Vezët janë të mira për të forcuar shëndetin tuaj të kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, e cila është e rëndësishme për kockat, gjithashtu edhe për dhëmbët e fortë. Shtimi i vezëve të zjera në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë shumë e çmuar e organizmit për të mbajtur larg komplikacione dhe për të evituar gjithashtu shqetësimet e tij. Ekspertët e Healthline citojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë përbërëse të dietave të tij. Kjo edhe falë vitaminës D, e cila është shumë e rëndësishme për ndërtimin dhe përthithjen më të mirë të elementeve ushqyes për kockat. Një nga burimet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj në tërësi është edhe konsumi i vezëve. Veza është e mbushur plot e përplot me ushqyes të dobishëm siç janë vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Ato gjithashtu nuk janë me kosto të lartë dhe mund të gjenden lehtësisht, prandaj mos lejoni që t'i humbisni vlerat e tyre ushqyese, të cilat do të luajnë një rol të mirë parandalues për mbrojtjen e organizmit. Ekspertët tregojnë se konsumi i vezëve çdo ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit tuaj të trurit. Vezët do të sigurojnë nivele shumë të mira të kolinës, një lëndë ushqyese me element që ndikon në kujtesë dhe në mbrojtjen më të mirë të muskujve tuaj. Kështu, konsumi i këtij produkti në dietat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e ushqyesve. Gjatë shtatzanisë, marrja e kolinës është kritike për zhvillimin e trurit dhe të fetusit dhe ndihmon në parandalimin e defekteve në lindje. Dy vezë në mallësi mesatare përmbajnë rreth 50% të kolinës së rekomanduar ditore për gra shtatzana. Vezët do të ndihmojnë organizmin tuaj edhe në menaxhimin më të mirë të peshave tuaja trupore. Studimet kanë treguar se ushqimet me nivele të larta të proteinave ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore dhe evitojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, shtimi i vezëve në vaktet tuaja mund të jetë një përzgjedhje më e mirë për peshën tuaj trupore. Risku do të jetë më i vogël për të vuajtur nga komplikacionet të ndryshme nëse shtoni vezët e freskëta në vaktet tuaja ditore. Ekspertët citojnë se konsumi i vezëve në vaktet tuaja do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për mbrojtjen e shëndetit. Sytë do të përfitojnë ndjeshëm. Karotenoidet që gjenden te vezët, luteina dhe zeakanthina, luajnë një rol të mirë në shëndetin tuaj të syve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e vezës së zjerë, sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Kështu, përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë gjithashtu edhe më të larmishme në shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline citojnë se vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë për të mbajtur larg komplikacionet e organizmit dhe si të tilla duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt. Kryesisht këshillohen konsumi i vezëve të zjera. Nëse doni kocka më të shëndetshme, vezët e zjera janë një përzgjedhje ideale për dietën tuaj. Konsumi i tyre mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit. Sigurisht, i kombinuar me një dietë më të pasur ushqyese dhe në balancin e duhur të aktiviteteve fizike, vezët do të përzgjidhen si një element i ushqyerjes së shëndetshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.